aja që është më rëndësi me dokumentu nëse mundët me kap kamera juj, kjo është një prej personave cilë është arrestu. Kjo librezë është librezë ushtarake, me cilën dëshmohet që ky person ka qenë pjesë e shërbimit inteligjent të ushtrisë së Serbisë. Me gradën e togerit, ata quajnë poručnik. Edhe kjo është struktura e tyre, domthonë kjo është lidhja direkte e Serbisë, e institucioneve të sigurisë Serbisë në këtë rast. Persona tjerë janë dokumentuar, edhe do të niqen edhe pista tjera të hetimit. Aja që është rëndësishme është që kemi arritë të dokumentojmë lidhen e këtyre persona tjerë. Të ky rast, ne kemi edhe 2 raste tjera të cilat jemi duke hetu, sepse gjësëndët, armatimi, pajisjet që janë gjetë tek ta, lidhen me 2 vepra tjera të rënda kriminale që kanë ndodhur në Kosovë. Kosovën e pas luftës. Po cilet ne nuk mund t'i bëjmë publike tash për shkak që janë në proces të hetimit edhe ne duhet të koordinohemi me prokurorinë speciale kur duhet me I publiku. E rëndësishme është që domthonë 3 raste të rënda janë zbuluar nga ky grup kriminal. Ky grup kriminal ka vepruar për një kohë gjatë. Armatimi, mënyra e përzgjedhjes së cakut, aftësitë për të përzgjedhur, për të ditë si me vendos eksplozivin, sasinë e eksplozivit. Pastaj mënyra e tërheqjes gjitha këto kanë bërë që me tregu që ky nuk ka qenë ndërmarrje thjesht, por ka qenë ndërmarrje planifikuar, kriminale organizuar shumë mirë prej shërbimeve sekrete të shtetit fqenj, me qëllim të dëmtimit dhe futjes në kaos të shtetit tonë Kosovës. Personat përgjegjës tashmë shkencërisht është dokumentuar që janë të lidhur me shpërthimin. Policia e Kosovës ka kryer bastisia ditë bazuar në informacionet që ka pas, me autorizim të prokurorisë speciale, kemi pas një mbështetje të prokurorit special në këtë rast. Mandej në shtëpitë e tyre, në lokalet përcjellëse të tyre, ne kemi gjetë dëshmi që ndërlidhen me veprën penale të Iber Lepancit në këtë sulm kriminal terrorist. Mandej dëshmit janë dërguar për ekzaminim nga laboratori në forensikës jo jon, por laboratori I Kosovës, ka arritur të dokumentohet që ADN-ja që është gjetë në fitilin nga talindezës që është përdorur për të shpërthyer eksplozivin, e në gjetë gjurmët e ADN-s të personave të cilët ne I kishim arrestuar më herët gjatë bastisjeve të datës 30/11, domethënë një ditë pas sulmit në Iber Lepanc. Po ashtu edhe të pjesë të tjera të çizmet që janë gjetë në shtëpinë e personave të dëshmt, janë marrë dhe janë ndërguar për ekzaminim në laboratorin në FBI. Ne kemi pas një mbështetje të jashtëzakonshme të FBI-t, ambasadës amerikane, me qëllim që të kemi një lloj kredibiliteti shumë më të madh në hetim. Nëse ju kujtohet, institucionet e Serbisë, politika e Serbisë, një ditë pas sulmit në Iber Lepanc, filluan të godasin policinë e Kosovës, se policia e Kosovës ka qenë ajo që ka bën vet ose me njerëz të vet këtë sulm. Edhe filluan krijojnë përshtypje sepse mendojnë me logjikën e mbrapsht siç ka vepruar përpara në Kosovë, institucionet e sigurisë Serbisë, do të fillu prej bie se policisë të tjerë këtë rast e kam fjalën për Pondën, rasti Pondën e Pej, duke menduar që edhe policia e Kosovës është e tillë. Ky rast është rasti ndër rastet më të rënda, pas rastit të sulmit të Bojskës, është rasti më I rëndë dhe më serioz me cilin policia e Kosovës është ballafaqur. Duhet me kuptuar që në këtu nuk kemi të bëjmë me 2 individ, 3 individ që e kanë kryer këtë rast. Do kjo dëshmon që sulmi në Iber Lepanc ka qenë një sulm I mirë planifikuar, edhe me kohë I planifikuar për institucioneve të sigurisë, shërbime inteligjente të institucioneve të Serbisë, duke përdorur këta individ të cilët kanë qenë shërbim tyre me qëllim të bëjnë dëm të madh Kosovës vendit tonë, edhe ta futin në kolaps ekonomik, energjetik dhe të krijojnë pasiguri totale në veriun e Kosovës. Rasti më I madh është rasti I fundit aktakuza që ishte te Iber Lepanci, sepse ne jemi marrë me muaj të tërë në hetimin e këtij rasti. Ka qenë një sulm shumë I madh, shumë I rëndë, me qëllim destabilizimit komplet statës në veri të vendit, me qëllim destabilizimit ekonomik të Kosovës, futjes në kolaps energjetik të vendit tonë, mungesës energjisë po ashtu të industrive që furnizohen nga kanali I Iber Lepancit, pastaj prodhimi I energjisë, ngroja qendrore që furnizohet komplet nga termocentrali I Kosovës, Kosova A dhe Kosova B. U dashur policë tonë të kryejnë një punë të jashtëzakonshme. Unë më të vërtet jam shumë I kënaqur me nivelin profesional që kanë tregu policët tonë atë natë, sepse së pari ishte reagim shumë emergjent institucioneve përgjegjëse Iber Lepancit, Ministrisë
tregtisë, industrisë, ekonomisë, policisë Kosovës, ministrisë brendshme, brigadës zjarrtfeksëve, gjithë ata që janë organizuar gjatë natës në mënyrë që para asnjë orë të mos ndërpritet prodhimi i energjisë elektrike, kanë arritur me sanun e afat rekord damin që është bërë nga shpërthimi.